Kapitulli, të nisësh sot për të ndërtuar nesër. E ardhmja nuk është fat, është pasojë. Shumë njerëz presin një shenjë, një rast të ardh, një kthes të papritur që do t'i shpëtojë. Por e vërteta është kjo, askush nuk vjen të shpëtojë. Askush nuk ndërton një jetë për ty, e ardhmja jote nuk varet nga yjet, varet nga ajo që bën sot, tani, në këtë moment. Çdo ditë që kalon është një votë për atë që po bëhesh. Dhe nuk të duhet një vit për të ndryshuar jetën tënde. Mjaftojnë 6 muaj. 6 muaj për të ndëruar mënyrën si mendon, si ushqehesh, si punon, si e trajton veten. Por asgjë nuk ndryshon nëse ti nuk ndryshon. Nuk mund të lutesh për një jetë më të mirë dhe të mos lëvizësh asnjë gur. Duhet të zgjohesh më herët, të fokusohesh më thellë, të mbyllësh zhurmën, të investosh në rritje, jo në justifikime. Është koha të ndalosh së shpresuari që gjërat do ndryshojnë vetë dhe të fillosh të veprosh sikur jeta jote varet nga kjo, sepse vërtet varet. Imagjinoje versionin më të mirë të vetes sate pas 6 muajsh. Ai version të shikon, të sheh kur ngrihesh herët apo shtyn alarmin, të sheh kur lexon një libër apo kalon orë duke lëvizur ekranin, të sheh kur punon në heshtje edhe kur askush nuk të duartroket. Pyet veten, a do të jetë krenar për ty? Nuk do të jetë e lehtë. Do të ketë lodhje, dëshpërim, momente ku do të duash të dorëzohesh. Por gjithçka që vlen kërkon përkushtim. Dhe rezultati? Një version i ri i vetes sate, më i fortë, më i qartë, më i qëndrueshëm. Thënie. E ardhmja është ndërtuar nga ata që guxojnë të veprojnë sot. Mbyllje kapitulli. Mos prit më. Mos bëj plane të pafundme pa filluar asgjë. Mos prano të jesh spektator i jetës tënde. Sot është momenti për të nisur. Jo nesër. Jo kur të jesh gati. Sepse e vetmja mënyrë për të qenë krenar për veten nesër është të bësh përpjekjen sot. Ngrije kokën, merr frymë dhe bëje. Jeta nuk pret, por as ti nuk ke pse ta presësh më.